para disa ditësh kisha në intervistë e Tem Rukën. Ka qenë ministri i arsimit, profesor doktor, shkencëtar. Domethënë i jashtëzakonshëm. Edhe po më fliste për një libër që ai e ka bërë për fëmijë me kuriozitete për kafshët. Dhe me që ai është shumë i azhërnuar, ne po e pyesnim edhe për teknologjitë e reja që po hym në inxhinierinë gjenetike e kështu. Dhe ai fliste dhe dëgjojmë në fund bisedës si them, po mirë, po pse nuk të intervistojmë më ty ne? Pse ke hik ti nga politika? Pse si je ti ministër? Pse nuk ka ca si puna jote? Dhe kur bëj listën e atyre që kam intervistuar në vinin 2000, duke përfshirë dhe ngjelen, Dashen, Gramos Pashkon, e Tem Rukën, Arta Daden, e ku e diun tani emra pafund. Dhe tani neve na duhet të intervistojmë që flasim për politikë, dhe kjo është arsye që unë nuk flas më për politikë. Njëri që kur flet bështyn, i tjetër që është gagaç. Njëri që ka dëgjuar 3 koncepte dhe i përdor pa ja ditë kuptimin koncepteve. I tjetër i cili operon me 108 fjalë. Ti ke personazhe i dalin në televizor që janë gazetar, speakera, drejtues spektaklesh, të cilët janë analfabet, po analfabet funksional. Tu njerëzit që janë heroj të kohës tonë, nuk ta lidhin dot një fjali nga fillimi në fund. Do thëmë, prandaj thamon që kulturës shqiptare i duhet thjesht kultura. Duhet me shkollën në shkollë, por nuk kemi çfarë bëjmë.